unë do të thoja duhet kemi parasysh diçka, duhet bëjmë ndarjen mes protestuesve, të cilët ushtrojnë të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore në mënyrë paqësore, ashtu siç e kërkon dhe ligji për tubimet, dhe atyre që ti the protestuesve me Molotov, ato nuk janë protestues, ata janë thjesht shkelës të ligjit. Të hedhësh Molotov në drejtim të institucioneve publike, duke apo edhe pronës publike, duke rrezikuar seriozisht jetën dhe shëndetin edhe të personave të pranishëm aty, përfshi dhe punonësit me uniformën e shtetit shqiptar, punonësit e policisë së shtetit, kjo është thjesht e paligjshme, është kriminale. Pra nuk ka të bëjë më me protestën, ka përcjell kufit e protestës, që është një mekanizëm ligjor demokratik në çdo vend të botës. Të gjithë ata që në mënyrë flagrante shkelin ligjin, cënojnë jetën dhe shëndetin e policisë së shtetit, punonësve të policisë, të cilët janë aty thjesht për të garantuar rendin dhe sigurinë, duhet përballen me pasojat e ligjit. Qoftë ta nxitës në rolin e nxitësit, në rolin e organizatorëve apo në rolin e ekzekutorëve. Për fatin e keq, ne kemi dëshmuar në protestat e fundit se teksa numri i mbështetësve e atyre protestuesve sipas ligjit paqësor etj. Reduktohet, shtohet numri i molotovarëve apo atyre që nuk kanë të bëjnë fare me protestuesin, nuk kanë të bëjnë fare me aktet civile, qytetare, me shprehje një mendimi ndryshe, por kanë të bëjnë haptazi me persona të cilët sillen në mënyrë të kundërligjshme dhe janë thjesht subjekte të organeve të ligjit dhe të hetimit. Padyshim kërkohet një punë më e madhe edhe nga policia e shtetit për dokumentimin e këtyre rasteve, për provueshmërinë e paligjshmërisë së tyre,